Ne bëjmë një çek total të organizmit, domethënë që çeku jon përfshin të gjitha sistemet njëkohësisht, sistemi hormonal, sistemi imunitar, sistemin trezë, sistemi endokrin, deficiencat, zhbalancat, inflamacionet kronike, domethënë toksinat e ndryshme, bëjmë testin e metaleve, shikojmë ngarkesën toksike të trupit. Trupi sot përballet me pesticide, me herbicide, me plastik, me radiacion, është multifaktoriale, bilës një nga gjëra specifike ne harrojmë që është dhe një pH, për shembull në shumicën e rasteve ngelet i pa adresuar, sidomos te pjesa e femrave që quhet pH i vaginal. Nëse ne kemi të bëjmë me një trup të shëndetshëm, por ky pH është acid, i pamundsohet, e vret, dhe nuk e lejon deportimin e spermatozoidëve për të shkuar pastaj për të bashkuar me pjesën e vezëve dhe për të ndodhur, sepse edhe te pjesa e spermatozoidëve, ky lloj ambienti i vështirë bëhet sepse edhe vetë spermatozoidi sot në kohët moderne nuk është aq mjaftueshëm i fuqishëm dhe i shëndetshëm për të mbjetuar këtij realiteti dhe për ta çuar misionin e vet deri në fund.